Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Sepse ti e kështjella ime dhe kalaja ime, për hir të emrit tënd më pri dhe më udhëhiq. Psalmi 31, vargu 3. Ka shumë gjëra që mund të lexojmë në këtë psalm dhe sipas të cilit mund të lutemi, por ky varg i shkurtër përfaqëson një të vërtetë të madhe në të gjithë Biblën. Ndaj le ta lexojmë edhe një herë dhe të shohim nëse mund të kuptoni atë. Sepse ti e kështjella ime dhe kalaja ime, për hir të emrit tënd më pri dhe më udhëhiq. Perëndia duhet të jetë themeli dhe qendra e jetës sonë. Këtu kemi disa të vërteta që lidhen së bashku. Perëndia i do, i drejton dhe i udhëheq njerëzit e tij me anë të hirit të tij. Perëndia na do. Të gjithë ne që e kemi vendosur besimin te Jezusi dhe jemi bijtë të Perëndis, mund ta dimë se Perëndia na do. Na drejton dhe na udhëheq me anë të hirit të tij. Perëndia na do, na drejton dhe na udhëheq. Ai është kështjella dhe kalaja jon me anë të hirit për lavdinë e tij. Pse na do Perëndia? Pse na drejton? Pse na udhëheq? Pse është kështjella dhe kalaja jon? Psalmi 31 vargu 3 thot: për hir të emrit të Perëndis. Kur lexojmë këtë mund të mendojmë se Perëndia është i fokusuar te vetja. Dhe në një farë mënyrë është. Patjetër që Perëndia është i fokusuar te vetja. Patjetër që ai bën gjërat që bën për hir të lavdisë së emrit të tij, sepse ai është Perëndia. Nëse ai do të kishte në qendër një njeri ose diçka tjetër, nëse do të lartësonte dikë ose diçka, ai nuk do të ishte më Perëndia që është i denjë për të gjithë lavdërimin. Ja çfarë do të thotë për të që të jetë Perëndia. Por bukuria e këtij vargu është e gjithçkaja që shohim në Bibël, është vetë Ungjilli. Si e lartësoi Perëndia veten? Kryesisht duke dërguar birin e tij, si një sakrificë zëvendësuese për mëkatet tona, për të na shpëtuar nga mëkatet tona. Perëndia e lartëson veten duke shpëtuar mëkatarët si ne, duke na afruar pranë vetes dhe duke na drejtuar e udhëhequr, duke qenë kështjella dhe kalaja jon, që ne të gëzohemi në këto të vërteta, dhe me mënyrën se si këto të vërteta lidhen së bashku përgjatë gjithë Biblës. Perëndia e derdh hirin e tij mbi njerëzit në shumë mënyra, dhe këtë e bën për lavdinë e tij, për hir të emrit të tij. Kjo ndikon në mënyrën se si ne lutemi për gjithçka. Le të lutemi në dritën e Psalmit 31 vargu 3. Perëndinë të lavdërojmë që ti je kështjella dhe kalaja jon në një botë ku gjithçka po shtrembërohet me kalimin e kohës. Ne të lavdërojmë. Ti je një kala për ne, një stres siç thuhet në Psalmin 31. Na drejto dhe na udhëhiq. Ne të lartësojmë që nuk na braktis, që nuk na lë vetëm, të lavdërojmë për hirin tënd. Lutemi që ti të lartësohesh për këtë hir që ke derdhur mbi ne, që të lartësohesh për hirin që na jep sot dhe për çdo ditë. Perëndinë lutemi që të na drejtosh dhe udhëheqësh për hir të emrit tënd, për lavdinë tënde, që njerëzit e tjerë të mund të njohin si kështjellën dhe kalan e tyre, që të tjerët të mund të dinë se sa e mirë është të drejtohen dhe udhëhiqen nga ti. Perëndi, lutemi që të lartësojmë ty dhe që të mund të drejtojmë të tjerët të lartësojnë ty. Për hir të emrit tënd na drejto dhe na udhëhiq sot. Perëndi, ne lutemi për lavdinë tënde në jetën tonë sot, në jetën e familjeve tona dhe të kishave tona. Lutemi për lavdinë tënde mes kombeve, sidomos mes fisit Azeris në Azerbajxhan. Janë 8.7 milion prej tyre dhe vështirë se mes tyre mund të gjendet ndonjë ndjekës i Jezusit. Perëndinë lutemi që ti të bekosh ata pak ndjekës të Jezusit mes tyre, që ti drejtosh dhe udhëheqësh ata për hir të emrit tënd. Perëndinë lutemi që të dërgosh më shumë njerëz tek ai fis për hir të emrit tënd. Perëndinë e presim me padurim ditën kur emri yt do të lartësohet nga çdo komb, fis dhe gjuhë. Ne lutemi që ti drejtosh dhe udhëheqësh jetët tona sot drejt atij fundi. Drejtoji dhe udhëhiqi jetët tona me anë të hirit tënd. Sepse ti je kështjella dhe kalaja jon. Na drejto me qëllim që të tjerët të mund të njohin madhështinë e emrit tënd, ndërsa shohin drejtimin tënd në jetën tonë. Ti je kështjella dhe kalaja jon, ndaj lartësoje veten përmes nesh. Ne e duam drejtimin dhe udhëheqjen tënde në jetën tonë. Na drejto dhe na udhëhiq për hir të emrit tënd. Ne lutemi që hiri yt të ketë ndikim të madh për lavdinë tënde mes nesh. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.